të krijoj mundësit për paga më të mira, pse bën këtë gjë, pse bën këtë shenjë? Është njësoj sikur po më ngacmoni. Pyetja e fundit që i shkrin pyetjet në internet. Dua të them edhe një gjë tjetër. Ai nuk ka ardhur me ska, po ambasadori ka ardhur kështu. Në fakt, ambasadori ka ardhur me skap dhe është ambasador. Ju keni ardhur me viza, jeni askush. Pra, varkat e vogla kanë sjell shumë njerëz me ëndra, ambicie dhe që kanë dashur të luftojnë dhe që i bëjnë nder shoqërisë britanike. Nuk e di Andi në qoftë se ka ardhur me bark apo me vizë, po nuk ka rëndësi. Ajo çfarë ka rëndësi është që të paktën komuniteti ynë i shqiptarëve këtu po jep mjaftueshëm Britanisë që politikanët britanik që etiketojnë shqiptarët ta mbyllin gojën, ta mbyllin atë dreq goje, e të mos i përmendin shqiptarët për asgjë përveç se për gjëra shumë të mira, sepse shqiptarët po japin energji, po ofrojnë shërbime, po punojnë fort, janë krenar që janë pjesë e këtij komuniteti të madh, njerëzit të kësaj shoqërie të larmishme, kështu që kushdo që i prek duhet ta mbyll atë dreq goje. Përveç me jesë do të them diçka, po s'po i prek. Pyetja më e dukshme është, a ka një alternativë përkundrejt Bashkimit Evropian? Natyrisht administrata e Shtetit të Bashkuara të Amerikës aktualisht është mjaft armiqësore me BE-n. A mendoni, a ju duket kryeministër se ju duhet të zgjidhni? Ka një alternativë kundrejt Bashkimit Evropian në qoftë se ka një alternativë kundrejt lirisë së lëvizjes, kundrejt të drejtave të njerëzit, kundrejt shtetit së drejtës. Më gjeni një alternativë për kundrejt këtyre tre gjërave dhe mund t'ju them që ka një alternativë për kundrejt Bashkimit Evropian. Të gjithë ata që duan liri, të gjitha lirit, përfshi lirinë e lëvizjes, të gjithë ata që duan që të drejtat e njeriut të jenë të padiskutueshme për herë, të gjithë ata që duan që shteti së drejtës të jetë gjithmonë i paprekshëm, ka vetëm një alternativë: Bashkimin Evropian. Mirë, derisa Mbretëria e Bashkuar do të na e vërtetoj që kemi gabim, po për momentin po na e vërteton që kemi më shumë se të drejtë. Po kemi edhe samitin e procesit Berlinit për këtë dhe jam e sigurt që të vazhdoni këtë diskutim atje. E shihni, procesi i Berlinit është bërë për t'i shtyrë vendet përpara drejt BE-s, ndërkohë që Mbretëria e Bashkuar ka mungull ta organizojë procesin e Berlinit këtu sepse i ka marrë malli për Bashkimin Evropian, ju mungojnë Bashkimi Evropian. Kanë këtë dhimbje që nuk duan ta thonë. Ne nuk e kemi lënë Europën dhe as nuk kemi lënë Ballkanin Perëndimor. Në momentin që keni votuar për t'u larguar, atëherë më thoni se çfarë ka mbetur. Keni votuar për t'u larguar. Ne nuk do t'ju japim vendin tonë.